Eudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Disa mesele, do me thënë disa shembuj që një musliman mund bjere ta bëjë këtë gabim më të madh në botë. Se kjo gabim më i madh se sa droga, se rakia, se Zoti na ruaj këtë gjunafe që mund t'i paramendojnë. Se akidja ehli sunnetit, musliman të vërtet rrugës së drejtë, pejgamberi, sahabët dhe këtë tabiinët e ulemat, që i themi ehli sunnet, e kanë çka të parim. Asnjë gjunah nuk quhet kufër. E kanë pyet Ebu Hanifen, o hoxh, o imam i nderuar, themi se, ta paramendojmë, jo se ali s'ka ndodh. Me një qytet ku është Ebu Hanifja gjallë në smek, jo të ndodhe, s'ka shansa. Dhe ta paramendojmë se, një njeri pin raki. Këtë burret e Kufes i ka pi. Dhe është deh. Shkon e stakfirullah nanës vetë diçka i bën. Allahu na ruaj. Mapa e mbyt nanën e vet. Pastaj vjen babi i vet. Ja pren kokën babës. A këto janë iluzione, stakfirullah, nuk se alis do e bëj dikush krop kët ja hoxha xhim xhamatlit do thosë. Ja pren kafkën dhe me kafkën e babit të vet pin raki. Ky njeri është musliman ajo. Ebu Hanifja thot, nëse me gjithë këto gjunafe e thot shahadetin, i beson Allahut e ne pejgamberit, është gjunaqari madh, do digjet hi dë bëhet në xhenem, ama një ditë mund dale se e ka shpëtu imanin. Tamam. Pi këtu e kuptojmë se asnjë gjunah njerin nuk e bën qafir. Një lavgoje mund të bëjë qafir. Do shta asnjë raki nuk e ke pi në jetë, ama thush është halal. Shkoj punë. Sos punë, u bën e qafir, Zoti na ruaj. Tash dhe i marrim do shembuj që ndoshta edhe në jetët tona mund t'i shohim. Një njeri bën bie për diçka. Themi, filan sendin, gje mora shembull me këtë gotën, hajt. Filan sendin, që këtë gotën, nëse nuk e ka filani, qofsha, estakfirullah qafir. Në bie, në premtim, e përdor kufrin e vet. Ajo ka mundësi tjetë të filani, ky duke u lidh në atë mundësi, si kur është razi se mund tjetë qafir, edhe ulemati kanë thënë, ky njeri o qafir. Nëse si ka vetë që ki pare të qofsha krishter. Jahudijom nëse se ka bësh kjo gruja qatë punë. Kitë që këto fjallon, kufër, Allahu Ta'ala në rëjtë. E dyta, sikur zinaja të ishte halal, e në ta kisha bo. Shif, kedo ndjenja, kedo, si ti themi, dëshira, një halal, një haram falni, të ishtë qenë halal. E Allahu Ta'ala aska ditë, Allahu Ta'ala, amma mirë se Allahu e dish, atë që e ka bo haram, se duhet jetë haram. Ti kërkush diçka në të kundërtën e Allahu Gjelle Gjellal. Si me i thanë Allahut, ja Rabi, ke gabuji e ke bo këtë haram. E njëta vlenën për këto që thujnë sot, pa kamat, nuk e biznisi. Shkun, kitë këto shkun. Nuk e kajnë me hoxën hamlen. Ato kajnë probleme me Allahun Gjelle Gjellalu, ose me pejgamberin që i ka bo haram këto gjëra. Se Allahu Ta'ala është i pastër nga të metat. Atër tej, si kur i thush Allahut, o Zot, ke gabu, të ka hik kjo punë, kjo adesht jetë halal, estakfirullah. Tash ti kujt i shesish mend, apo? Unë mendoj që ashtu, kështu, mendoj deri në sabah, Allah nëse ka bo haram, usos be kjo punë. Ama hoxo haram kjo punë, haram kjo punë, haram shoj punë, pa sabe kite 4-5 punë janë haram të musliman. Të punojsh në fush, halal e kje. Punësh baushtede, halal e kje. Strujaxhi, halal. Bojaxhi, halal. Ku e di në fabrik, halal. Hoq, ma halal se kitë. Pse këto nuk i shodesh po, dritë shka banka të ndi? Po? E në ma pa kur thot hoxha haram, po hoxha kitë punët haram. Jo, beloq, nuk janë kitë punët haram. Disa punë janë haram. Shembulli tret, nëse thot një person, unë i besoj gjithë pejgamberve, mirë po kam dyshime Ademi a.s. a ka qenë pejgamber, apo jo? Stakfirullah. Ose njëta vlen edhe me thonë, kam dyshime, Hazreti Ademi a është njeriu i parë. Këtë të dytën e keni dëgjua, po para Ademit ka pas njerëz e ku e diçka. Këtë këto janë kufër, Zoti na ruaj. Mbas atyne namaz nuk falet. Atyne selam nuk u jepet. E shohësh ama hoxh baj kasos, magistratur, doktoratur, po ani.
Ama mirë se Kurani dhe dije. Ama mirë se Allahu dhe dije. Allahu në surën Nisa dhe thosë se njeri i parë është Ademi a.s. Ai nga jo doktoratur ka arrin përfundim se më këtë që e kam sa gjitha doktoratur. Nëse ajo doktoratur apo se bet bësh kufër, nuk o doktoratur ajo. Ajo kufrodatur, si të themi. E katërta, nëse thot një njeri se mbas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam mund vije dhe pejgamber tjetër, e në kjo kufër. Se Allahu Teala ka thënë vula e gjithë pejgamberve. E pesta, një njeri nëse thot, nëse janë të vërteta këto që i kanë thënë pejgamberët, atër shpëtum. Ulemat kanë thënë edhe këtu ka shprehje dyshimi, sikur dyshosh se pejgamberët mund edhe nuk e kanë pat të vërteta që e kanë thënë. Mirë po Imam Birgiviu këtu kështu thot, unë e kështu e kuptoj, do qetë kufër nëse e thot me çkët njetë, vërtet ka dyshime. Ama nëse e thot për ta bindë edhe atë tjetrin, do me thënë, jo me të vërtet, pejgamberët atë që e kanë thënë, është e vërtet dhe ne do shpëtojmë, atër thuj e kështu beloçk, pse thuj ashtu me dyshime, si t'jenë të vërteta. Nuk thuj atër direkt, pejgamberët çka kanë thënë, është e vërtet, kush i ndjek pejgamberët, do shpëtoje. A se shohim këtë praktik në jetët tona, si hynëm pak kafeja, si udhkajmë pak rrugës pejgamberit a.s. Paq na shkojnë punët. Fëmijët na duan më shumë, kujshit na duan më shumë, ma mirë kalojmë me njerëzit, ma qetë jemi ne me vitin ton, vitin e dush më mirë, vitin e dush më shumë, ruhesh nga haramet, e kur ruhesh nga haramet ke harmoni me gruan në shtëpi. Apo, mo ishim rujt nga haramet, dhe ta kontrolloj të telefonin. Tash as nuk i shkon ndërmend të ta kontrolloj telefonin, apo? Pse? Jebo mubarek, thot. Ato mund prap t'i kontrollojnë, nuk i dijet aty, ne? Ama, e kam fjallën, kur e ndjekim rrugën e pejgamberve, jemi rahat, shpëtojmë. Mirë. Më kanë thënë shumë veta, hoxha rahat. I thëmë me hoxhën jam, usës punë. Atëherë, ama, kur burit tanë di those hoxha dë nise, themi, për shembull, raj me terlek. Ajo më të those, a beshte më korit para njerëzve me terlek. Më e përdor hoxhën veç atë ku të konvenon. Ose hoxha kur do të those, hoxha më ka thënë, nuk shkojmë det, nuk shkojmë plash. A be li eshte i hoxhën, nuk. Apo, e iskoristin hoxhën vetëm aty ku mund shkojnë në vende të gabuara, a kur rresh me hoxhën rahat, tamam. Me hoxhën kur rresh, ma pa i mësyshen e këto gjëra tjera. E gjashta, po i thaj një njeriu, eja fal namaz, e aj me thënë për inati, nuk fali, edhe kjo është kufër. Mirë po, Imam Birgiviu thot, nëse ka njetin, në më thënë, pse më thaje, taj nuk dhe fali, ase s'ka mas një gjë kundër me Allahun, atër nuk dhe jetë kufër. Ka kap kontra me ty, prandaj mo e bim punën, fmive tonë va bëjmë bajat, fmive dhe va hamë shpirtin, për pak e për shumë bonat, bone këtë leat, qile këtë veshat, veshe këtë, zhveshe këtë, 100.000 urdhra brenda një ore, se mapa i shfrytëzojmë kita ato limitet e absorbimit të urdhrave. Se urdhri është barë, o njerës, o babalar, o gjysher, o dejgjalar, o haxhiler. Urdhri është barë, pejgamberi a.s. ka luks të neve të na urdhroje pa kufi herë. Këtë qerët janë barë, nefësit i vajnë randë kur gjën një urdhër. Kur e njësh urdhërin e Allahut bile vajnë, hajde dhe luftoj me nefësin pa dhe e fali jacin dhe e fali sabajnë. Përsa duhet në minimum të i përdorim këto urdhëna. Pejgamberi a.s. nuk ka kërku për pak e për shumë. Gratë e pejgamberi të regojnë shumë rrallë kërkon të dënjerë në shtëpi. Diçka. Ani nuk e shfrytëzon të atë pozit që e ka më të ngritur, e në pejgamber, e në burr apo prind, bëma një gotuj, bëmi cigaret, o palacin, pepelarën, bemat, boma këtë, qoje këtë, se ma pa shfrytëzojnë kitë ato limitet. E në nuk ke lanë vend fëmis të i thush, hajde ta falim namazin. E mbash aty të those, jo, zvaj mos e ma ke bo bajat, di bo është dam edhe e vlatit tëndë. Tamam, në minimum ti kemi ato korrigjime ato. Le në zdrohet një ditë për roshullave. Për ditë më i thuj, mos i vesh roshullat, dërzohesh. Po lebe vetë njerë në ta shofe se sa rezik është, qoje skuter, qoje, ku e di, trotinet. Mos ju përzini, ani, lenja ato rezerva për namaz, për agjerim, për me i hik harameve. Jo, na bëjnë ma pa shpina, që këshave ka për ditë. Pikta, del. Jo, qashtu janë sot rritë. Qashtu janë. Dë pisklojnë ja 5 minuta, ma për dë qëtësohet. Nuk, duhet të mbaje rrallë e për malë. Në menë se, babe mu kësdis.
Për gjiu kësdis, sa ditë nuk e fala i qindajen. Tamam. Ama ne nëse nga kësdis, detyrat e shtëpisë nuk i ka bo. Vizatimin nuk e ka bo. Në kurs anglisht nuk ka shku. Trotinetin se ka vëdhit, se a vënu 2 minuta, nuk e ka ngrejt telefonin, se ka lënë telefonin për 100.000 sende. Si ti qortojmë, nuk do mbetet as një hyrmet mo edhe për namazin kur do ta qortojmë. Mirë. Shembulli i 7. Me i tha një njeriu, eja ta rregullojmë mjekrën si pas sunnetit pejgamberit a.s. Apo ti presim thojt si pas sunnetit pejgamberit a.s. A i me tha jabe se nuk e bëj me talje, edhe kjo është kufër. Deri tash, folëm për farzet, namaz me e thire këshu me rast. E njëta vlenën e për sunnetet. Jo ti thujsh, as nuk e kena ndërmend ti thujmë dhe kujtes lishoj mjekrën si pejgamberi. Më barem une kur e lishoj lenëm rahat. Lenëm rahat se duplo quhet kufër kjo. Se nuk kam thënë une, edhe ti lishoj mjekrën. Shef punën tënde, the qafën bën çka dush. Neve kur lishoj mjekër, gjyo kjo mjekra. Hajde, cili pej trive sot s'ka pas problem në shtëpi për mjekër? E këto e rrezikojnë imanin këto prindër. Hatri kujshive gjithë thujnë. Për ditre kujshiler që ne ato bile flasin mbas shpine e ne për neve, po e ne neve flasim keq për ato mbas shpine, kur vejmë puna ta bëjmë një sunet pejgamberit, për që ato kujshi, për që ata njerës, rreth e për qark, abe lihesh e mjekrën. Lije mjekrën. Me të po thamë, apo, nëse e ka nga kompleksi, lebe mo e lishosh tej se i besojmë, është sunet, është shumë sevap, është mbarja e madhe mo i njajmë pejgamberit, ama së ne bëjmë se dëlindin fesate, atër tamë. Ama ta nënçmëshe, le gjimje bo si cape e stakfirullah. Gjie kje këtë mjekër si netëllën, kitë të i kom gjune, gjimje bo si pop, idioti. Popit ja për ngjan mjekrën, i rajnë majrë, kur vejnë punat e hoxha, nuk duhet këtë hoxha mjekrë. Po popit do në të njaj Hazreti Isës. E unë du të njaj, e ne Hazreti Isës. E ne Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Prandaj le të kenë kujdes, këto shprehje janë të rrezikshme, shkoni imani, shkoni një qahi, kitë shkojnë. Mirë. Një pikë tjetër. Një çift, nëse kanë ardhur në moshë për të martuar dhe shkojnë te imami me kry një qahin, imami duhet t'ua parashtroje pyetja atyne, shartet e imanit e në shartet e islamit ajdi. Shartet e imanit, besimin Allah, amentu billahi, ve melaiketi, besim në melajqe, ve kutubihi, besova qitapeve, ve rusulihi dhe pejgamberve, ve bil jeumil akhiri dhe ditës së gjykimit, ve bil qaderi dhe caktimit të Allahut. Që këto 6 pika një gjalliri që si di nuk ka drejt martohet. Pse ulemat kanë thënë, jo përmend tash në atë moment nuk apo nuk më teken në të kape panika, ama nëse në zemër i kje këto besime, atër je musliman. Ama nëse se ki idenë që ka janë këto, nuk je musliman. E ne ka ndodhë Timur Tash Hoxhës, një hoxhë efendis në Turqi, ka marrë pjesë që këshu me një shpi, ti bëje një qah, ti martoje një djalë të ri me një vajzë të re. E ne ka thonë prindve, a ka mundësi ti shofen e qiftin këtu, të rinjt. Edhe turqe i thuhet këshu, ne themi shqip, thuje shahadetin. Shqiptoje shahadetin, turqe i thunë, sjelle shahadetin, bjere shahadetin. E na e ka marrë buk falish këtë, ka kontrolën ndoshta xhepat, ka shku në kuzhinë, e ne i ka thënë nënës vetë, hoxha kërkon dëni se po se marrë veç që kërkon. Gjithë tha, shahadetin e lipën. Më tha, bemat e ka shahadetin. E në aty nëna e vetë e kupton se çfarë dështimi ka bo me vladin e vetë. A mund të lidhe një qah një hosh me një gjallë trigji, nuk e ka idenë çka është shahadeti. Ama edhe neve mund kemi gjemë të tillë në mesin tonë të na vije gjyna dhe t'ua mësojmë. Prandaj fëmijëve tonë thot pejgamberi alayhis salam, fjala e parë që t'ia mësojmë duhet jetë la ilahe illallah. Së ndesh shqiptoje, se është i vogël, ama barem të mundohet gjuhën çashtu ta rrotulloje. Barem Allah të those. Mirë. Njerë duhet me mësu islamin, imanin, pastaj me i bo një qah. Shembulli tjetër, nëse njeri u që e ka rregullu mjekrën apo mustaqet si pas sunnetit dhe një tjetër i thot kot që i ke bo këto pun, shif kot. Sunnetit pejgamberit i tha kot, e nënçmoj. Diçka që u desh të shenjtërohet, shkoj imani. Game over. E dhejta, një mashkull, nëse vajshet me tesha që janë haram, si për shembull, mëndafshi, i pek i thujnë turqe.
këtë shtoftë ta përdore mashkulli e ka haram. Shoku i tij thot, hajde për hajër, shumë bukra e kije, nëse e din se është më ndaft, tamam. Unë për unë se di, të thome stakfirullah, sa të kanë gjajt këtu, apo. Mirë po është një material që veç gratë e përdor kanë, meshkujt nuk e veshin, ama nuk e di si duket une. Ama tu e dit me e thonë këtë, hajde për hajër se shumë bukra qenë kanë, shumë bukra i thajt, diçka e që është haram. Një lloj si me i thonë, au që këtë shishe raki e shumë bukur e paske. Shkush dëkun misafir apo, e ne ka zbukuru shpinë e vete që u desht hinë me lajqet, e zbukuron me shishe raki e gjunafi. Unë me gjinathlek i shof këta, nuk i shof me nënshmime, se ka mund të edhe unë e tjem në atë pozit. E ne vetë që shikoj ka njerë shpinë, thëmë hajtë bëj kurse nuk e shof. Pse nuk reagoj, a i vetë turpnohet, hoxë e rënjën të unë në shpej, tja këndoj e zanin gjallit te mos e mbesës time, e ne me gjithat respekt, erth e kryu punën, nuk më tha kur gjatë, nesër mit veti ka hek njeri rakijet. Kur jemi me gjina, me mëshirë ndaj njerëzve, binden vetë. Bismillah, sa hyna në gjëmë be këto rakijet, hiqmi ti që, me thanë, a i ndoshta edhe një raft, e në një regal me rakijet dhe kish mbush. E duhet pak ma me kontrol këto punë. Nëse është prindi jotë, mos u përzi. Te kur të bojsh prind, atër te i fëmijës tënd, mos ishti raki në shtëpi. Mirë. Një person, nëse i ka zgjat, tash u sosën edhe synnetet. Një person, nëse i ka zgjat, kamet ka kibla. Jo be mos asoj. Nëse i ka zgjat, kamet ka kibla. Apo nëse pështyn ka kibla, të në keq shembuj për mekruhe. Është mekruh me i zgjat, kot e kot kamet ka kibla. Është mekruh me pështy, ande ka është kibla. Apo në tualet ta vesh sholjen, fiks ande ka është kibla. Edhe me ardh një hoç themi, apo një musliman i mirë, those mos se kjo është mekruh, ai me i than, bese nëse ka mbet veç për çat mekruhin ton. Shif, e nënçmon diçka që u desh shenjtrohet. Të hikish pi mekruhit, u desh që të shenjt për ty. Sigur abe nuk o gjë, me mbet veç për çat, E në këtë ngjojmë shpesh apo. I thush, be lije çat pustë të cigare, be hoxha me mbet për çat cigare, E pish është ndryshe, e thush këtë fjalë është ndryshe. Tamam. Njëtë edhe me rakin, themi i thush lebe këtë pusto, me thanë, be hoxha se nuk o dëni se, bëhet kufër zotin e rujt. A me thanë, be hoxha majre kia, inshallah një ditë dela, atër vazhdysh. Edhe çdo ditë bile me pi, halaje musliman. A me rrezikush imanin, se çdo ditë hysh në haram. E ne me cigaren qështu. E ne me mekruhet është qështu xhamat. Nuk duhet me i nënçmu mekruhet. E një kure kalni atë pusto, mos e pini qash rahat, për e duhet të gjege diçka që aty. Pse be unë hala e bëjni tahrimen mekruh, me pas nga të pejgamberin alayhis salam, asnjëherë nuk dhe kisha po. Jo nga ta disha se o gjallë në Medinë atje, hatri aty unë nuk dhe kalsha cigare. Tamam. E ne mundoni, barem në xhamia, rreth xhamiave, afër kohëve të namazit, mos e përlini gjojën me atë viran, tamam. Tahrimen mekruh është, si me qenë haram, nuk guzoni me thanë, vese. E tash ti ke ardhur në xhami, te pragi i derës xhamis. Kjo sjellja në çka ludon, sikur nuk bëhet vonë se tu e bëni mekruh. Ke thonë, bese ka mbet veç për këtë gjinaf apo. Këtë e ke thonë, te pragi i xhamis, ama unë e shof edhe hoxhallar, e ne imam ler, e në fundin e shtep njerë të dera, e në kitë tajmin, mbrenda në xhami e lishon, nëse imami e bon këtë, nuk flas për xhamin ton. Në xhamin ton as një hoxh, as një muezin, as një sent, nuk pin cigare. Ama kena ndodhë në xhamia qera, apo, kur e shosh njeri, e shkel që aty cigaren, tajmin mbrenda në xhamat. Turkët çka thujnë? Imam, bilmem ne apar se, xhamat, bilmem ne apar. Imami nëse i hik gazi, xhamati deli shoj ketë. Mirë. Ta ndalim edhe njëherë. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. Do vazhdojmë nesër.